Jemi për komisionin të njëjtë, kush është për, kush është kundër. Pas përfundimit të takimit konsultativ mes përfaqësuesve të partive politike, ka vazhduar seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Ajo filloi rreth 40 minuta me vonesë dhe me fillim aty pasi që filloi seanca konstituive, kryesuesi Avni Dehari ka njoftuar se në takimin konsultativ unanimisht janë dakorduar që ose të formohet një komision i ri për verifikimin e mandateve ose që i njëjti të mandatohet për krijimin e një raporti të ri. U hodh në votim dhe u votua me 120 vota për që komisioni përbërë nga Artan Abrashi, Armend Zemaj, Përparim Gruda, Fidan Zhëllta, Time Kadria dhe Branislav Nikolić të takohen dhe të mblidhen dhe të përpilojnë një raport të ri të komisionit për verifikimin e mandateve. 30 minuta u është dhënë kohë atyre që të përpilojnë raportin e ri, i cili do të sillet përsëri më pas në seancë dhe të votohet nga Kuvendi.